në zemër Tiranës, tek godina e re e Skënderbeut, tek pallati famshëm i Ismail Kadares dhe drejtoroa gollit i projektuar nga Max Velo, pranë malit Tiranës, në këtë hapësirë, një bodrum i cili dikur ka qenë Disco Albania, disko e parë ndërtuar Shqipëri në vitin 1992. Shife se çfarë tmerri ka mbetur mu në mes Tiranës. Po vë syzet e metës dhe të shkoj t'ju tregoj vetë. Mu në mes të Tiranës, qelbësirë e tëra.